Të gjithëve, sot Këshilli i Ministrave miratoi një akt shumë të rëndësishëm për mbrojtjen e punonjësve të policisë, familjarëve të tyre dhe pronës nga kërcënimet që i bëhet atyre gjatë ushtrimit të detyrës dhe sakrificës ndaj detyrës. Nëpërmjet këtij akti, ne synojmë të rrisim bashkëpunimin midis agjensive ligjzbatuese, si asaj të shërbimit informativ, SPAK-ut, në luftë kundër krimit organizuar. Ky vendim orienton dhe strukturon edhe një herë mënyrën, formën se si një punonjës policie duhet të adresojë një kërkesë ndaj Komisionit të mbrojtjes së masave të posaçme ndaj kërcënimeve, i cili mund të bëhet në dy forma. Forma e parë është forma e menjëhershme, ku drejtori i përgjithshëm i Policisë Shtetit lëshon një urdhër për mbrojtjen e punonjësit të policisë, kurse forma e dytë është forma që punonjësi i policisë i drejtohet Komisionit nëpërmjet procedurave. Nëpërmjet këtij akti, në zbatim të ligjit të ri të Policisë Shtetit, neve hapim sot një udhtim të ri për sakrificën dhe mbrojtjen e punonjësve të policisë nga kërcënimet e shumta që i bëhen për shkak të detyrës, dhe këtu jemi për të përcaktuar edhe një herë për të thënë prioritetin që ka jeta, shëndeti dhe prona e punonjësve të policisë në raport me qeverinë shqiptare. Faleminderit.